Tani më rëndësia dhe përgjegjësia rëndon mbi komunitetin shqiptar, se për krah ministrit të kulturës kemi edhe zëvendës ministër shqiptar, nga radhët e koalicionit Vlen, nga i cili deri tani nuk kemi dëgjuar ndonjë deklarat për të deklaruar nëse kjo strategji është përpiluar edhe nga ndonjë dorë shqiptari apo është monitoruar nga një dorë shqiptari dhe sa do të lejohet që vazhdimësia e kësaj strategjie të vendohet në funksion dhe të shuhet jetëgjatësia e kulturës shqiptare. Do të ishte shumë e dhimbshme nëse shqiptarët kanë qenë rrjedha në përpilimin e kësaj strategjie, po nga ana tjetër nuk do jetë edhe shumë e çuditshme sepse jemi mësuar në një mori rrjedhash ku shqiptarët anashkalohen realisht si qeverisës dhe luajnë rolin e nën kontraktuesit në qeveri dhe jo si bashkëqeverisës. E qartë, ka patur reagime që vinë nga faktori politik shqiptar atje, ku rikujtojmë se edhe faktori shqiptar ka problematikat e saj, të përçarë me shumë pikpyetje dhe debate mes njëri tjetrit. Por, a është ky momenti që ata mund ta shfrytëzojnë për të qenë bashkë në retorik? Në fakt, jo vetëm ky moment, por në shumë momente të politikbërjes mbi strategjinë tonë kombëtare si popull, si shqiptar këtu, duhet të ketë një unifikim idesh, një unifikim mendimesh dhe bindjesh, po ashtu edhe reagimesh. Ne gjithmonë ju kemi bërë thirrje edhe botës akademike, edhe partive tjera politike dhe i kemi alarmuar, le të them, edhe partitë që janë në pushtet, koalicioni që është në pushtet, që të jenë më të vëmendshëm sepse po cënohet identiteti kombëtar, po cënohet gjuha, po cënohet kultura dhe mendoj që kjo është një alertë që duhet të zgjon shqisat e tyre të ndjenjës kombëtare, sepse kështu mendoj që rrezikohet edhe stabiliteti i vendit, mirëqenia edhe ndëretnike, të alarmohet edhe ndër tensioneve etnike, sepse siç thash po ndihet një shtypje shumë e heshtur që u bë shqiptarëve, mirëpo që ka shumë ndikim afatgjatë. Është kjo një politikbërje e pozitës maqedonase, e cila erdhi në qeveri me këtë diskurs, me këtë narrativ dhe si duket nga një notarizues, le të them, shqiptar që ka si koalicionues në qeveri, po i arrin qëllimet e veta. E qartë. Sa besim plot jeni që do ta fitoni këtë betejë, kur ajo për gjuhën shqipe është një betejë tjetër, kur edhe projektligjet dhe draftet të deputetëve shqiptarë në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut ju sigurohen në gjuhën maqedone dhe atje brenda seancave ka debat po për gjuhën shqipe. Po. Unë mendoj që duhet të jemi më tepër vigjilent, aq më shumë kur cënohet gjuha, sepse me atë edhe rrezikohet vetë marrëveshja e Ohrit, një marrëveshje që është garantuar nga faktori ndërkombëtar, ku siguron stabilitetin, mirëqenien, paqen e këtij vendi dhe me anë të së cilës duhet të kuptojnë edhe pala maqedonase se marrëveshja e Ohrit kalon edhe përtej çdo politike, sepse është në shënjesë të së mirës të vetë shtetit, të gjitha komuniteteve që jetojnë këtu, dhe nuk dua këtu ta vendoj në pikpyetje nëse faktori shqiptar duhet mendoj për ta cënuar një marrëveshje të tillë, ku ne kemi të njohura gjitha sakrificat për të ardhur deri në atë marrëveshje, për të jetësuar gjuhën shqipe, për ta vënë atë në funksion zyrtar. Këtu i keni dëgjuar sigurisht edhe dilemat se nëse është apo jo gjuha shqipe zyrtare. Kjo është vetëm një tendencë për mos përfillje të gjuhës shqipe, sepse ligji është shumë decid, është shumë i saktë, të mungon vullneti për ta implementuar atë. Duhet vetëm një bon sens për ta vënë në funksion gjuhën shqipe dhe të harmonizohen gjitha ligjet me ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe. Nuk ka asnjë dilemë, siç thash, mungon guximi, mungon vullneti, mungon edhe përgatitja profesionale e shqiptarëve aktual në pozitë, por që vërim një tjetërsim të politikbërjes pro-shqiptare në këtë vend. Është shumë e pritshme nga pala maqedonase, po është e dhimbshme kur kjo vjen nga pala shqiptare. Jam